Në shtëpinë e Big Brother Kosova, përplasjet mes banorëve po bëhen gjithnjë e më të forta, por sherri i fundit mes Benitës dhe Elionës kaloi çdo kufi dhe u kthye në një nga momentet më të rënda të këtij edicioni. Ajo që nisi si një debat verbal, përfundoi në fyerje personale dhe akuza të drejtpërdrejta, duke shkaktuar reagime të forta si brenda shtëpisë, ashtu edhe jashtë saj. Gjatë përplasjes, Benita ju drejtua Elionës me fjalë shumë të ashpra, duke i thënë: "I ke prishur punë jashtë djalit, çka je ti kështu, femër idiote, bravo bravo." Këto fjalë u konsideruan nga shumë kush si tejkalim i çdo norme komunikimi, pasi nuk kishin më lidhje me lojën, por preknin drejt për drejt jetën personale dhe dinjitetin e Elionës si grua. Më pas, Benita vazhdoi duke u mbrojtur, duke deklaruar: "Unë se kam puth, s'kam bërë asnjë gjë", duke tentuar të justifikoj veten dhe të zhvendos fajin. Ky sherr mes dy femrave nxori në pah një problem të madh që shpesh shihet në reality show, kur debati kalon nga loja të sulmet personale. Eliona u duke lënduar dhe e shokuar nga gjuha e përdorur ndaj saj, ndërsa situata u tensionua edhe më shumë për shkak të ndërhyrjeve të banorëve të tjerë, disa duke tentuar ta qetësojnë situatën, e disa duke e përkeqësuar atë me komente anësore. Publiku reagoi menjëherë në rrjetet sociale, ku u hap një debat i madh rreth mënyrës së komunikimit mes grave në Big Brother Kosova. Shumë shikues theksuan se, pavarësisht lojës dhe nervozizmit, përdorimi i fyerjeve si femër idiote dhe përmendja e jetës jashtë shtëpisë janë të papranueshme. Të tjerë e pan këtë situatë si pasojë të presionit ekstrem që krijon izolimi dhe konkurrenca e vazhdueshme. Ky moment tregoi edhe një herë se sa e vështirë është të ruash vetë kontrollin në një ambient ku çdo veprim monitorohet dhe çdo fjalë bëhet publike. Sherri mes Benitës dhe Elionës nuk ishte thjesht një debat mes dy banoreve, por një pasqyrë e tensioneve të grumbulluara dhe e mënyrës se si emocionet, xhelozia dhe keqkuptim,